Përshëndetje të gjithëve. Sot do të flasim për disa ushqime që shumica prej nesh i konsumon çdo ditë, duke menduar se janë të shëndetshme, por që në realitet mund të dëmtojnë shëndetin tonë, sidomos nëse konsumohen shpesh dhe pa mas. Shumë njerëz përpiqen të ushqehen më mirë, të kujdesen për trupin dhe shëndetin e tyre, por shpesh bien pre e reklamave dhe paketimit të bukur. Le t'i marrim me radhë disa nga këto ushqime. Drithrat e mëngjesit. Shumë drithra që shiten si të shëndetshme, sidomos ato për fëmijë, janë të mbushura me sheqer. Edhe pse përmbajnë pak fibra ose vitamina, sasia e sheqerit është shumë e lartë dhe ndikon drejt për drejt në rritjen e peshës, lodhje dhe probleme me sheqerin e gjak. Alternativa më e mirë është të shërë e thjesht e gatuar në shtëpi me pak fruta ose ara. Lëngjet e frutave të paketuara. Edhe kur në etiketë shkruhet 100% natyral, shumica e këtyre lëngjeve kanë sheqer të shtuar ose janë të përpunuara. Ato rrisin shpejt sheqerin e gjak dhe nuk kanë të njëjtën vlerë si fruti i freskët. Alternativa më e mirë është fruti plot ose lang i shtrydhur në shtëpi pa sheqer. Kos me fruta. Kos me fruta duken zgjedhje shumë e mirë, por shumica kanë sheqer të shtuar, aromatizues artificial, shpesh ato janë më afër një ëmbëlsire sesa një ushqimi të shëndetshëm. Alternativa më e mirë është kos natyral me fruta të freskëta të prera vet. Biskota integrale. Shumë njerëz mendojnë se çdo gjë integrale është e shëndetshme, por shumë biskota integrale kanë yndyrna të këqija, sheqer dhe konservant. Këshill, lexoni gjithmonë etiketën dhe mos u mashtroni nga fjalia integrale. Produktet pa yndyrn. Kur një produkt është pa yndyrn, zakonisht ka më shumë sheqer ose përbërës artificial për të ruajtur shijen. Këto produkte mund të dëmtojnë metabolizmin dhe të çojnë në shtimin në peshë. Më mirë sasi të vogla yndyre natyrale sesa produkte artificiale. Buke bardhë dhe produktet e rafinuara. Edhe pse duken të lehta për tretje, produktet e rafinuara rrisin shpejt sheqerin e gjak dhe nuk ngopin për shumë kohë. Zgjidhja më e mirë është bukë integrale e vërtet, jo vetëm në emër. Çfarë duhet të kemi parasysh? Mos u besoni vetëm reklamave, lexoni përbërësit në paketim. Ushqimet më të mira janë ato më të thjeshtat, me pak përpunim, më shumë shëndet. Shëndeti nuk vjen nga dieta strikte, por nga zgjedhjet e përditshme. Një ushqim i thjesht, natyral dhe i përgatitur në shtëpi është gjithmonë zgjedhja më e mirë për trupin tonë. Nëse kjo video ju ndihmoi, abonohuni në kanal për më shumë kësilla rreth bukurisë dhe shëndetit. Ju faleminderit që më ndiqni dhe ju uroj shëndet.